Prokuroria e Korçës po vijon hetimet për një rast të dyshuar të shkeljes së rregullave në burgun e sigurisë së lartë të Drenovës, ku një modele kosovare dyshohet se ka hyrë për të takuar të dënuarin me burgim të përjetshëm, Lajër Taxhiun. Në qendër të hetimeve është Ziza Pajaziti, e cila sipas dosjes hetimore ka përfituar hyrje në institucion duke u paraqitur si bashkëjetuese të dënuarit. Në dokumentacionin administruar nga prokuroria, përfshihet edhe një deklaratë notariale e dorëzuar më herët pranë drejtorisë së burgut të Drenovës, ku ajo pretendon ekzistencën e një lidhje bashkëjetese me Haxhiun. Ky dokument tashmë është bërë pjesë e verifikimeve, ndërsa autoritetet po hetojnë nëse procedurat për lejimin e takimeve janë zbatuar në përputhje me ligjin apo jo. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se çështja lidhet me skandalin e vitit 2025 për hyrjen e vajzave VIP në burgjet e sigurisë së lartë, ku emri modeles kosovare u përmend mes personave të përfshirë. Ndërkohë, prej më shumë se një viti, Ziza Pajaziti nuk është arritur të lokalizohet nga policia dhe prokuroria e Korçës. Për këtë arsye, organi i akuzës ka kërkuar bashkëpunim institucional për gjetjen dhe marrjen në pyetje të saj. Hetimi ka përfshirë dhe ish zyrtar të burgut të Drenovës, të cilët dyshohen për shpërdorim detyre lidhur me lejimin e hyrjes së personave të tretë në takime me të dënuar të sigurisë së lartë. Prokuroria pritet të verifikojë të gjithë praktikën e ndjekur për autorizimin e këtyre takimeve, si dhe përgjegjësitë konkrete të personave të përfshirë.